tingëllon e njohur apo jo? Lodhje, ndjesia e të ftohtit, vështirësi në përqendrim. Shumica prej nesh thjesht fajsojnë ditën e ngarkuar dhe vazhdojnë përpara. Por pyetja e vërtetë është, a thua apo na thot diçka më të rëndësishme trupi ynë? E po pikërisht këtu fshihet misteri. Këto ankesa të zakonshme nuk janë thjesht zhurmë, shpeshherë janë sinjale të qarta për një nga mungesat ushqyese më të përhapura në botë, po flasim për mungesën e hekurit. Pra, për të kuptuar gjithçka, duhet të njohim personazhin kryesor, hekurin. Mos e anashkaloni, sepse ky mineral është si motori që furnizon me energji dhe, më e rëndësishmja, me oksigjen të gjithë trupin ton. Atëre, çfarë bën hekuri konkretisht? E thënë thjesht, është lënda bazë, tulla kryesore për të ndërtuar diçka jetike që quhet hemoglobin. Pas sasinë e duhur të hekurit, e gjithë kjo linjë prodhimi thjesht ndalon. Dhe ja ku hyn në lojë hemoglobina. Imagjinojeni si shërbimin postar të trupit, por për oksigjenin. E merr oksigjenin nga mushkrit dhe e shpërndan me shpejtësi në çdo qelizë, çdo ind, çdo organ që ka nevojë për të marrë frymë dhe për të funksionuar. Një kurier i palodhur. Po çfarë ndodh kur ky shërbim ndërgjesash kaq thelbësor fillon të çalojë? Kur nuk kemi mjaftueshëm kurier për të bërë punën. E po, atëherë fillon kaosi brenda trupit. Le të shohim se si. Shikoni pak këtë ndryshim drastik. Në njërin anë, kemi rruazat e kuqe të shëndetshme, të plota, plot jetë dhe të gatshme për të transportuar oksigjen. Në anën tjetër, ato me mungesë hekuri, janë më të vogla, më të zbehta. E dini çfarë do thotë kjo? Që qelizat tona, fjalë për fjalë, mbeten pa frymë. E gjithë kjo situatë ka një emër zyrtar, anemia nga mungesa e hekurit. Është thjesht pasoja e drejtë për drejtë e këtij dështimi në prodhim, duke e lënë të gjithë sistemin ton në një gjendje të vazhdueshme urie për oksigjen. Në rregull, e kuptuam mekanizmin e problemit. Tani është koha të shqyrtojmë provat. Trupi ynë na lën një sër të dhënash, simptomat, që na tregojnë se diçka nuk po shkon siç duhet. Le t'i deshifrojmë bashkë këto sinjale. Këto janë sinjalet më të zakonshme. Ajo lodhja ekstreme. Vjen sepse qelizave u mungon karburanti, oksigjeni. Zbehja e lëkurës. Vjen sepse hemoglobina është ajo që jep gjakut ngjyrën e tij të kuqe. Më pak hemoglobin, më pak ngjyrë. Dhe vështirësia në frymëmarrje. Është thjesht trupi që kërkon dëshpërimisht më shumë oksigjen. Tani, përgatituni për një sinjal vërtet të çuditshëm. Disa njerëz me mungesë hekuri zhvillojnë një dëshirë të quajtur pika, një nevojë e papërmbajtshme për të ngrënë gjëra pa asnjë vlerë ushqyese, si akull dhe apo edhe niseshte. Është e pabesueshme apo jo, se sa kreative bëhet trupi ynë për të na tërhequr vëmendjen. A keni ftohtë gjatë gjithë kohës, edhe kur të tjerët janë rehat? E po, kjo nuk është thjesht në mendjen tuaj. Hekuri luan një rol kyç në metabolizmin ton, procesi që prodhon nxehtësi. Pa hekur të mjaftueshëm, termostati i brendshëm i trupit thjesht nuk funksionon siç duhet. Dhe sinjalet fizike nuk dalen këtu. Hidhuni një sy thonjve, a janë bërë të brishta apo edhe kanë marrë një formë të çuditshme si lugë? Po gjuha, a duket e lënduar apo e enjtur? Këto nuk janë rasti. Për më tepër, sistemi ynë imunitar dobësohet, duke na bërë më të prekshëm ndaj infeksioneve të ndryshme. Pra, për t'i përmbledhur, mund t'i ndajmë këto sinjale në disa grupe. Kemi ato që prekin mendjen, si vështirësia në përqendrim, kemi ato që prekin të gjithë sistemin, si lodhja e theksuar, dhe kemi ato fizike, si thonjit e brisht. Kjo tregon se sa thellë dhe gjerë ndikon mungesa e hekurit. Po përtej gjithë këtyre shenjave, ka diçka edhe më serioze. Kur trupit i mungon oksigjeni, një organ duhet të punojë 2 fish madje 3 fish për të kompensuar, dhe ai organ është zemra jon. Kjo situatë detyron zemrën të rrahë më shpejt, ndonjëherë në mënyrë të çrregullt. Në thelb, zemra po bën një sprint të vazhdueshëm për të shpërndar atë pak oksigjen që ka në dispozicion. Dhe ky stres i vazhdueshëm, me kalimin e kohës, mund të shkaktojë dëme reale dhe probleme serioze kardiake. Dhe ka ende më shumë. Për shembull, sindroma e këmbëve të paduruara, ajo ndjesia e bezdisshme që na detyron t'i lëvizim këmbët pa pushim, shpesh lidhet me mungesën e hekurit. Gjithashtu, mund të shkaktoj probleme me tretjen, dhe sigurisht është një faktor absolutisht kritik për të monitoruar gjatë shtatzanisë, si për shëndetin e nënës, ashtu edhe të foshnjës. Mirë, kemi folur për problemin, kemi parë të gjitha sinjalet paralajmëruese. Tani, pyetja më e rëndësishme, si e zgjidhim? Për fat të mirë, rruga drejt rimëkëmbjes është mjaft e qartë.
Ja cili është plani i veprimit i ndarë në 3 hapa të thjeshtë. Hapi i parë, bëhuni të vetëdijshëm për sinjalet që diskutuam. Hapi i dytë, dhe më i rëndësishmi nga të gjithë, flisni me një mjek. Kur mos u vetë diagnostikoni. Dhe hapi i tretë, ndiqni me përpikëri këshillat e tyre, qofshin këto ndryshime në dietë apo nëse është e nevojshme, suplemente hekur. Dhe kjo thënie e përmbledh më së miri. Sepse në fund të ditës, ti kushtosh vëmendje këtyre sinjaleve, nuk është thjesht për të zgjidhur një problem, por është një investim proaktiv në pasurinë tonë më të madhe, shëndetin. Dhe gjithë kjo na bën të mendojmë, të kuptosh sinjalet e mungesës së hekurit është vetëm fillimi. Çfarë tjetër mund të jetë duke u përpjekur të na thotë trupi ynë që ne ende nuk po e dëgjojmë? Kjo mbetet për të zbuluar.